Teuta Selimi po përballet me një situatë jo shumë të mirë familjare. Duket se gjërat në familjen e saj kanë shkuar në një rrugë pa kthim. Ajo tashmë është e detyruar të jetojë vetme në Kosovë, ndërsa bashkëshorti me 2 djemt jetojnë në Zvicër. Edhe pse të dy kishin punuar së bashku dhe kishin krijuar një jetë shumë të mirë, çdo gjë u shkatrua pas një sherrri që këngëtarja kishte me burrin. Pasi nuk mundën të sqarohen në orët e vona të mbrëmjes, ai ngriti dorën kundër Teutës, e cila më pas ju drejtua menjëherë policisë. Por këngëtarja nga një hall ra në një hall akoma më të madh. Kjo pasi ish burri këngëtares i thot vëllait të Teutës arsyen se pse ishin zënë dhe se për çfarë ai ka dyshime. Vëllai e ka bërë këngëtaren për spital, duke i dalë në krah unatit. Sipas dosjes së prokurorisë dhe dëshmive të dhëna, mësohet se vëllai ka thënë këngëtares se burri i saj ka të drejtë dhe ajo po i turpëron me këtë sjellje që ka. Kur Teuta e ka kundërshtuar të vëllain, ai nuk e ka kontrolluar më veten dhe ndaj tij janë ngritur disa akuza penale. Në këtë rast, këngëtarja nuk ka kundër vetëm ish bashkëshortin, por edhe të vëllain, çka e bën 2 fish më të vështirë situatën në të cilën ajo ndodhet.